Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sonte, vllazit të nderuar, do të flasim për akikën. Akika, siç e dini, është me thirr kurban për fëmijën, prindi e pret për fëmijën, sepse është peng, çdo fëmijë është peng e akikës tij. Që ka thonë Rasuli alayhi salatu wassalam, çdo fëmijë është peng e akikës së tij, e cila therret për të ditën e 7 të lindjes. Ditën në të cilën ati i vihet emri edhe i rruhet koka. Ky hadith është i saktë edhe kanë transmetuar nomin e transmetuesve. Përmbledhja e hadithit, në këtë hadith pejgamberi alayhi salatu wassalam na bën me dije se çdo fëmijë i porsa lindur është i lidhur me akikën e tij. Po tash akika është wajib, sunnet apo mustahab në drejtën e fëmijës, apo ajo është abroguar o anuluar si dispozit nga Kurban Bajrami. Sikur për shembull agjërimi i Ashuras, që në fillim ka qenë obligim, pastaj është anuluar si dispozit me Ramazanin apo me agjërimin një mujor. A është abroguar edhe ky sunet, ky domethënë akika apo jo? A bëhet akika vetëm për djalin apo për vajzën? Këto pyetje inshallah taala kemi shtjellu në dy derse, inshallah. Al-akika është emri i flokut i cili ndodhet në kokën e fëmijës në kohën kur lind. Po ashtu akika është sunnet me fjalën e përgjithshme të dietarëve, xhumhurit, prej sahabeve, prej tabiinëve, imamëve të vendeve islame, duke qenë kështu në kundërshtim të dietarëve hanefit që thonë se akika nuk është as farz as sunet. Dhe më thonë, hanefit e kanë që nuk është as sunet as farz akika. Ndërsa, dhahirit, prej tyre Davudi, përveç ti, kanë shkuar në atë se akika është wajib, duke thënë se pejgamberi sa ka urdhëruar për bërjen e saj. Po ashtu Hasan el Basriu ka shkuar në atë se akika është wajib, përsa i përket djalit, në ditën e 7 të tij. Imam Maliku ka thënë, akika nuk është wajib, por se ajo është e pëlqyeshme që të bëhet. Ndërsa tek Shafiit, akika është sunet, dhe është e pëlqyeshme që të bëhet ditën e 7. Hanbelit thonë që është sunnet muakkede, sunnet i fortë. Hanbelit kanë shkuar në atë se akika është sunnet muakkede, ndërsa në një prej transmetimeve ata thonë se është wajib. Ama ka ihtilaf mesin e methebeve, mesin e methebit realisht Hanbeli. Ndërsa Hanefit çka thonë, akika është abroguar me bërjen e Kurban Bajramit, do të vi më poshtë edhe dobësia e kësaj gjëje. Bukur, Hanefit kanë shkuar në atë se akika është vepër e lirë, kush do që e bën dhe kush do e lën pa bërë, s'ka problem. Ata argumenton me fjalën e pejgamberit alayhis salatu wassalam, unë nuk i pëlqej therrjet. Sikur ati nuk i pëlqente ky emërtim. Ata i thanë, o i dërguari i Allahut, ne po të pyesim për atë që i lind fëmijë nga ne, ai sallallahu i tha, kush prej jush dëshiron që të therrë për fëmijën e tij, le ta bëj atë. Ky hadith argumenton sipas hanefive që akika nuk është wajib. Pse? Se thot kush prej jush dëshiron. E nëse thot kush prej jush dëshiron, i bie që, dhe më thonë, është mustahab dhe nuk është e pëlqyer, dhe nuk është farz, apo obligim. Për sa i përket hadithit, Kurban Bajrami abrogoi e anuloi çdo therrje, dhe agjërimi Ramazanit e abrogoi çdo agjërim tjetër, deri në fund, Imam Albani rahmetullahi alayhi thotë, ky hadith është daif jiddan, shumë i dopt, nuk mirët për bazë. Prej gjurmeve të këqija të këtij hadithi është lënia e sunetit të saktë, e ajo është akika. Dhe janë argumentuar, thot, me këtë hadith, thot Sheikh Albani, disa prej hanefive të cilët janë të mendimit se ligjshmëria e akikës është abroguar tek Allah në komi prej pakujtësisë së njerëzve, silsilatu ad-daifa. Argumenti atyre që thonë se akika është sunnet, është fjala e pejgamberit alayhis salatu wassalam, siç tham, kush dëshiron që të therrë, të bëj akika për fëmijën e tij, atëherë le ta bëj. Bukur. Dërsa argumenti atyre që thonë se akika është wajib, është fjala e pejgamberit alayhis salatu wassalam, çdo fëmijë është
peng I akikës së tij, e cila theret për të ditën e 7 lindjes, ditën në të cilën I vihet emri dhe I rruhet koka. Këta marrin si argument këtë. Tash disa çështje në lidhje me akikën. Nëse personit nuk I është bërë akika kur ka lindur, a duhet që ai ta bëj akikën për veten e tij kur rritet? Secili prej nesh nuk e ka baballar ton, nuk kanë ditë. A duhet na me e bo? Disa kanë shkuar në mendimin se lejohet që personi të bëjë akika për veten e tij, duke u bazuar në transmetimin e Enesit se pejgamberi sa ka bëri akika për veten e tij pas dërgimit si profet dhe I dërguar. Këtë kanë nxjerr Behaki Sunan al-Kubra 9-300 dhe ka thënë ky hadith është munkar, nuk është I saktë. Mirë po, në Neveviu në el-Majmu' thot ai është hadith batil, I kot. Dhe Abdullah bin Muharrar, një prej burrave të senedit, është daif dhe kanë rënë dakord për dobësinë e tij. Ndërsa Sheikh Albani rahimahullahu taala, studimi që ka bërë hadithit, ka dalur në konkluzion se ekziston një rrugë që e bën të saktë këtë hadith. E ka gjetë një rrugë Sheikh Albani që e bën të saktë. Disa rrugë nuk kanë qenë të sakta, por Sheikh Albani e ka gjetë një rrugë tjetër që e bën të saktë hadithin. Rruga e parë është ajo që transmeton nga Enesi, Abdullah bin al-Muharrar dhe ky nga Qatade. Por se Abdullah bin Muharrar është daif jiddan, siç e kemi cekur edhe më sipër, e ka nxjerr Abdurrazzaq në Musanefin e tij dhe prej rrugës së tij e ka nxjerr Ibn Hibbani e kështu me radhë dhe them Sheikh Albani rahimahullahu taala isnadi është hasan, senedi domethënë zinxhiri është hasan. Bukur. Prej sunetit është që fëmijës së porsa lindur t'i jepen hurma, është për qëllim tamr arab, si dhe t'i vendoset një emër I bukur. Transmeton nga Ibn Omeri se ka thënë, I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, me të vërtet prej emrave më të dashur tek Allahu janë kush? Abdullah dhe Abdurrahman, Sahih Muslim. Po ashtu transmeton nga Enesi, thot se Umi Sulejmi lindi një djalë. Në atë kohë Abu Talha më tha mua, mbaje dhe shko me të tek I dërguari sallallahu alaihi wasallam. Ai shkoi te pejgamberi alayhis salam dhe ëma I kishte dhënë me vete disa hurma. I dërguari I mori ato, I përtypi me gojë, pastaj nxori nga goja dhe I futi në gojën e të porsalindurit, për të përcjell diç prej tyre dhe e quajti Abdullah. Bukur. Transmeton nga Sahel ibn Sa'd, thot se ka thënë, kur lindi al-Mundhir bin Usaid e sodën tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, I cili e mori dhe e vuri në prerë, ndërsa Ebu Usaidi ishte ulur aty pranë, I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam filloi të merrej me diçka që kishte mes duarve dhe Ebu Usaidi urdhroi që ta merrnin birin e tij nga prerri I të dërguari sallallahu alaihi wasallam. Atëherë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi të pastroi dhëmbët me misfak dhe tha, ku është fëmia? Ebu Usaidi tha, o I dërguari I Allahut, e kthyem te oma, te nona vet. Ai sallallahu alaihi wasallam tha, si e ka emrin ai? Ai tha filan dhe tha një emër. Ai sallallahu alaihi wasallam tha, por emri I tij është El-Mundhir. Atëherë ai ja vuri emrin El-Mundhir. E transmeton hadithin Buhariu. Po ashtu sot gjen disa prej muslimanëve që fëmijët e tyre I emërtojnë me emra të huaj, subhanallahu, me emra që nuk kanë asnjë lloj kuptimi. Më thonë, duke I lënë kështu emrat e njohur shëshin e tyre të muslimanëve, si për shembull emrat të dërguarve të Allahut, sahabeve, emrat bukur I lojnë dhe I marrin emrat e disa njerëzve apo edhe disa këngëtarëve, disa sportistave që janë jo musliman. Gjumhuri, shumica ulemave kanë urryer një veprim të tillë. Thot, realisht nuk lejohet, si pikë e tretë, nuk lejohet thot që me gjakun e akikës të lyhet koka e fëmijës, sepse një veprim I tillë është vepër e kohës së ignorancës. Thot gjumhuri ulemave kanë urryer një vepër të tillë. Se ka pas për shkak kanë prej kurban, pastaj me gjakun e kurbanit ja kanë kokën të porsalindurit. Kjo është e urrëtur. Duke u argumentuar me hadithin që e transmeton Aisha radhiyallahu anha, nona besimtarëve, se ndeka nxjerr Ibn Hibbani në Sahihun e tij. Gjithashtu transmetohet nga Yazid ibn Abdullah bin al-Mazini se I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam ka thënë, bëhet kurban për fëmijën dhe nuk preket, lyhet koka e tij me gjak. Nuk lejohet. Transmetohet nga Burejde al-Aslami se ai ka thënë, nëse ndokujt nga ne I linte djalë në kohën e ignorancës para islame, thot ai therte një dash dhe me gjakun e tij e lynte kokën e fushqës.
Kështu ka qenë. Kur Allah i zbriti Islamin, ne thernim dash për të përsa lindurin i ruanim kokën dhe ja lyenim atë me zaferan, një lloj bime, arome e mirë. Ata u ka thënë fillohet me ruajtjen e kokës para therjes. Duhet me rrujt kokën një herë, me hek, domethënë qimet e pastaj me therr kurban. Ndërsa në librin e Liqna, në mëdhebin Hanbeli thuhet, prej sunetit është që në ditën e 7 lindjes ti ruhet e gjithë koka, dhe kjo bëhet pas therjes së akikas. Ibn Abdul Berri në el-Tahmid 4 vis 318 ka thënë, nuk dim asnjë prej dietarëve që thot bëhet koka fëmijës me gjak, përveç El Hasenit dhe Qatades, të cilët i kanë thënë lyhet koka fëmijës me gjakun e akikës. Për dietarëve që e kanë urryer këtë veprim janë Imam Ahmedi, Zuhriu, Maliku, Shafiu, Ibn Mundhir e kështu me radhë në El Mughni dhe El Majmua të Imam Neveviut. Po ashtu, kur duhet të bëhet akika tash? Kur duhet të bëhet akika? Hadithi i Samura bin Jundub, çdo fëmijë është peng i akikës së tij, e cila theret për të në ditën e 7 të lindjes, ditën në të cilën ati i ruhet, thot koka, i vihet edhe emri. E kanë transmetuar të pestët e transmetuesve. Po ashtu, hadithi i dytë, i dërguar Allah s.a.s. nga Amr ibn Shuaib i transmeton se babai i tij nga gjyshi i tij se i dërguar Allah s.a.s. ka urdhëruar që foshnjës t'i vihet emri në ditën e 7 lindjes. T'i ruhen flokët e kokës edhe thirret akika për të, transmeton Tirmidhiu. Ky hadith është Hasan Gharib. Gjithashtu e Tirmidhiu në Sunenin e tij ka përcjell nga dietarët se ata e pëlqenin që të thirret akika në ditën e 7. Argument për këtë është edhe hadithi që është që e ka nxjerrë Bejhakiu në Sunanul Kubra, e kështu me radhë, siç thotë edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam nga Abdullah ibn Burejde, akika thirret në të 7-ën, në të 14-ën edhe në të 21-ën. 7, 14, 21. Po lejohet jashtë këtyre ditëve, kanë kaluar 1 vjet, 2 vjet, 3 vjet, po lejohet, nuk ka problem. Po ashtu prej sunetit vllazni është që kur lind fëmia, në veshën e tij të djathtë ju këndu ezani. Transmetohet nga Ebu Rafiu radhiyallahu anhu se ka thënë: e kam parë, thot pejgamberin alayhi salatu wassalam, ta thras ezanin e namazit në veshën e Husejnit, në kohën kur e lindi Fatimja. Këtë hadith e transmeton Ahmedi, Ebu Davudi dhe Tirmidhiu. Disa kanë transmetuar disa prej hadithe që thuhet edhe ezani është në të djathtën, ndërsa ikameti është në të majtin. Jo, kjo ikametit nuk është i sakt. Ndërsa sa i përket hadithit se duhet kënduar në veshjen e majt të fëmijës së posa lindur ikameti, një gjë e tillë është me udhu, është i shpikur, nuk saktësohet. Dhe për fund e kemi akika ka të njëjtën gjykim si kurbani i Bajramit. Imam Maliku dhe Imam Shafiu janë të mendimit se akika ka të njëjtën gjykim si kurbani i Bajramit. Kërkohet që kurbani i akikës të plotësojë gjitha kushtet që duhet mi plotësoj të kurbani i Bajramit. Pra, kurbani nuk duhet të ketë dëmtim, hahet prej mishit të tyre, jepet sadaka edhe i dhurohet komshiut. Mishi i tij nuk shitet as lëkura, si dhe nuk thyhen kockat. Me këtë mendim janë edhe Ahmeti, Ebu Thauri, grupe dietarëve, Ebu Meri ka thënë në këtë kanë shkuar edhe xhumhurët prej ulemave, domethënë prej fukahave, dhe në takimin e radhës e kemi disa hadithe në lidhje me akikan. Subhaneke Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ju shpërbleft.